Dhelpra e këputi bishtin në një qark dhe nisi të es në pyll derisa takoi një dhelpër tjetër, të cilës i tha, nuk e ke iden se çfarë lumturie dhe kënaqësie është të jesh pa bisht, të duket vetja sikur po fluturon. Shkoi dhelpra e dytë, e këputi dhe ajo bishtin, por nga dhimbjet e tmerrshme u kthye tek e para dhe i tha, pse më gënjeve e poshtër, nuk është në një kënaqësi e madhe, as të duket sikur të fluturosh, po e preve bishtin. E para i tha të dytës, nëse nuk do të thoja ashtu, ti nuk do ta prisje bishtin. Dhe të dyja u nisën në drejtim të pyllit, të bindin dhelprat e tjera që të këpusin bishtin. Kështu ndodhi, pas një kohe, pjesa më e madhe e dhelprave e këputën bishtin dhe nisën të tallen me dhelprat që nuk kishin pranuar ta këpusin atë. Kështu ndodh edhe në një shoqëri ku ka shumë njerëz të degeneruar. Ata nisin e tallen vazhdimisht me qendrestarët dhe me njerëzit të cilët refuzojnë ta këpusin bishtin. Vit të mbar.